gjatë ditës së djeshme atje, ku gjatë emrimit të rrugëve, emri i Isa Boljetin të vendos krah atij të ish kryeministrit serb Zoran Gjinxhić, për çka ministrja në detyrë fitore Pacolli mbante këto tabela në duar dhe madje është kritikuar shumë në rrjet. Detajet i kemi të përmbledhura nga kolegu jon Urall Boshnjaku. Mirëmëngjes Urall. Mirëmëngjesi për ju në studio dhe për gjithë ata që po na ndjekin. Siç potencova dhe tregon që dita në Mitrovic nuk ka kalu bashkë krejt e qetë, ka qenë një ditë e nxehtë me plot zhvillime dhe me plot reagime, me që ministrja në detyrë e planifikimit hapësinor fitore Pacolli dje ndodhej këtu për të aplikuar një vendim i cili ishte marrë nga Kuvendi Komunal i Mitrovicës së Veriut, gjatë kohës sa në pushtet ishte kryetari Erdenatić dhe ku asambleja ishte kryesisht me shqiptar. Vendimi që ishte marrë ishte që rrugët atje të ndërroheshin dhe emrat e rrugëve atje të ndërroheshin dhe të zëvendësohej emra të rinj, të cilat ishin pra disa të faktorëve serbe, disa të faktorëve shqiptar, të cilët kanë pasur ndikim në jetën publike në Kosovë dhe më gjerë. Dhe njëkohësisht me ardhjen e saj këtu, ajo u shoqërua edhe nga kandidati për deputet nga radha e televizijës Vetëvendosje dhe Guxha Valon Peci, i cili është një herët vëllai i kryetarit të Mitrovicës Faton Pecit, e të cilët bën vendosjen e emrave të rinj në pjesën e Mitrovicës së Veriut. Gjatë këtij veprimi, fitore Pacolli mbajti në duar edhe emrin e Ivo Lolla Ribar, i cili ishte një komunist jugosllav i përbetuar, dhe përveç kësaj ajo mbarte afër emrit të Isa Boljetinit në të njëjtën shtyllë, ishte pranishme kur aty u vendos edhe emri i ish kryeministit serb Zoran Gjinxhić. Porse në rrjet propagandoi se po vendoset vetëm emri i Isa Boljetinit, siç po shihet edhe në fotografitë në ekran për gjatë kohës sa unë duke fol. Ajo ndau një fotografi me emrin e Isa Boljetinit dhe kritikoi të gjithë ata që po kritikonin faktin që emri i Isa Boljetinit u vendos në të njëjtën shtyllë për krah emrit të ish kryeministit serb Zoran Gjinxhić. Të gjithë kritikuesit e kritikonin veprimin për shkak të emrit të Gjinxhićit dhe jo për shkak të emrit të Isa Boljetinit, i cili është heroi jon dhe kërkush nuk do dëshironte që ta shihte të barazohet emri i tij në të njëjtën shtyllë me emrin e Zoran Gjinxhić, me që kjo krijon edhe një kuptim simbolik. Unë isha dje në pikërisht këtë zonë pas vendosjes së këtyre tabelave dhe ndava në rrjetin tim social në Facebook edhe një fotografi time prej aty. Por ajo çka më intrigoi që këtë fotografi ta ndajmë edhe me publikun ishte fakti që pati një sulm thuajse të organizuar në raport me këtë fotografi që ndava në Facebook, ku kam pranuar hiç më pak se 300 komente të natyrës së ndryshme, fyse, linçuese, ofenduese e çka jo tjetër, duke u lëshuar edhe në fizikun tim, në mbiemrin tim dhe në gjithçka tjetër që në kushte normale nuk do duhet ishte as temë diskutimi. E madje kam pranuar edhe kërcënime të shumta pikërisht për këtë postim, për çka sot do t'i drejtohen policisë së Kosovës për të bërë edhe do të thotë vendosjen e rendit të ligjit nga ana e tyre, me që besoj fuqishëm që policia e Kosovës do jetë angazhuar në këtë aspekt, me që ndihem i kërcënuar nga komentet që kam pranuar gjatë tërë ditës së djeshme, por po ashtu edhe nga mesazhet private që mu janë dërguar për shkak të këtij postimi. Kam një pyetje Urall lidhur me këto kërcënime që të janë bërë në rrjetet sociale. Janë persona me identitet apo thjesht persona që tashmë e dim nuk ekzistojnë fare, por thjesht dikush i menaxhon rrjetet e tyre sociale? Në Gonxhe ka raste kur disa prej tyre janë pra profile fantome, mirë po ka edhe raste kur janë profile reale dhe pikërisht pra të njëjtit që janë profile reale janë lëshuar në komente nga më të ndryshmet dhe më fyeset, të cilat nuk besoj se i meritojnë sepse ne jemi duke bërë punën tonë duke raportuar atë që po ndodh. Madje po duhet të shohim pak në detajet e ngjarjes së djeshme, gjatë kohës sa u vendosën këto tabela, ministrja Pacolli qëndroi aty, por me largimin e tyre në skenë doli kryetari serb i Mitrovicës së Veriut Milan Radojević, i cili mbuloi këto tabela me një pëlhur, me që pra për të ishin të papëlqyeshme edhe emri i Gjinxhićit, por edhe emri i Isa Boljetinit, por me njëherë pas këtij veprimi, aty dolën policia e Kosovës, të cilët larguan pëlhurat dhe qëndruan për gjatë të ditës pranë këtyre pllakave të reja të emrave të vendosur, në mënyrë që të mos ketë incidente të mëtejshme, ani pse në janar të këtij viti Asambleja Komunale, pra nomenklatura e re e Asamblesë Komunale, ka votuar që këta emra të mos ndërrohen dhe që emrat e vjetër të qëndrojnë të pranishëm, andaj kryetari aktual e quajti këtë veprim të ministres Pacollit të paligjshëm, me që tha se bie ndesh me atë që ka votuar në Asamblenë e Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut. Urall, ajo zonë ku janë ndruar këtu, ku janë vendosur këtu
këto emra të rrugëve? A është zonë e rrugëve që menaxhohen nga ministria, a nga nivelli lokal? A janë rrugë lokale, a ministrore? Rrugët, pra janë rrugët Mitrovicës së Veriut, por se kur u vendosën këta emra, Ministria Pacolli u pyet se pse aty nuk ndodhet kryetari serb. Jo, është halli jam që se unë e di që rrugët emërtohen nga nivelli lokal, jo nga nivelli qendror. Edhe në këtë situatë, pse do të me arë ministria me vendos tabela personalisht ato? Sepse ndodhemi në fushatinës, ndodhemi në prag të 7 qershorit, prandaj. Edhe as pat punëtor tjerë që mi marrë ato targa, se që mi thonë tabelen, në gjitë ato? Po, të pranishëm ishin edhe punëtorët teknik të Ministrisë, Ministrisë dhe Planifikimit Hapësinor, po ata që do kryenin këtë punë. E kush ka vendos për emërimi? A ka vendos ministria, a asamblet? Kush ka vendos për Jemi në prag të 7 qershorit e nisë, prandaj Ministria ishte e pranishme këtu, ka vendos asambleja për emërtimet dhe ka edhe emra shumë të mirë që janë zgjedhur për të emëruar rrugët. Mirë, po megjithatë duhet ta themi realitetin që ky vendim i asamblesë së kaluar komunale është shfuqizuar nga asambleja aktuale, andaj edhe është cilësuar si veprim i paligjshëm nga kryetari aktual, porse duhet të theksu që po emrat janë vendosur nga asambleja komunale, por kur u pyet Pacolli nga gazetarët serb që ishin aty se pse nuk ndodhet kryetari i Mitrovicës së Veriut i pranishëm gjatë kësaj ceremonie, ai tha se kjo është punë e Ministrisë së Mjedisë dhe Planifikimit Hapësinor dhe se nuk ka të bëjë me komunën e Mitrovicës së Veriut. Gjë që duket se nuk qëndron me që pra rrugët janë rrugë të Mitrovicës së Veriut dhe vendimi është marrë nga asambleja e Mitrovicës së Veriut dhe jo nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, por që kuptohet pushteti aktuali i vetëvendosjes dëshiroj që ta shfrytëzoj këtë për ca pojna politik, po megjithatë kam përshtypjen se u kthye bumerang me që pra pati kritika të shumta në rrjetet sociale, qoftë nga njohësit e fushës, qoftë nga aktivistët e shoqërisë civile, qoftë nga politikanët e opozitës në lidhje me veprimin e vendosjes së emrit të Isa Boletinit në të njëjtën shtyllë ku ndodhet emri i Zoran Xhinxhiçit, ish kryeminist serb i cili dikur kërkonte që ushtria serbe të kthehej në Kosovë. Urat, faleminderit shumë për këto informacione që na i sollen në këtë mëngjes. Uroj një ditë të mbarë dhe shpresoj që nuk do të marrësh më kërcënime, ofendime të rënda siç ke marrë gjatë ditës së djeshme dhe urojmë që ta kuptojmë edhe shikuesit që ne jemi këtu për të raportuar, nuk përshtojmë dhe nuk po largojmë asgjë nga ajo se çfarë ministria ka vepruar gjatë ditës së djeshme në veri të vendit. Megjithatë aktivistët dhe këta që janë në një farë forme të bindur në propagandën e pushtetit, s'po kemi se si t'i bindim, por urojmë që sa më shpejt edhe ata të këndellën dhe ta kuptojnë realitetin e të mos vihen në mbrojtje edhe të veprimeve të gabuara të kësaj qeverie, me që dëmëtojnë së bashku dhe nuk do ta kemi luksin që të themi ata që përkrahen veprimet janë të amnistuar, ndërsa ne që i kritikuam ato ose ne që i qëndruam gati për t'i parë gabimet në këto veprime. Vetëm për të sqaruar, sepse nuk dua t'inglloj që jam pro, kundër apo në çfarëdo mënyre